Të dashur vëllezër dhe motra në Krishtin, unë do të doja të ndaja sot në vigjilje të kremtes së madhe të fjetës hylinces, një mrekulli shumë të madhe që ka bërë zoja jonë hylince, Virgjëresha Maripra, dhe dua ta ndaj pikërisht sot sepse është një mrekulli e jashtëzakonshme që ka ndodhur në ditët tona, jo më larg se viti 2005. Një çift të posamartuarish arab, pra ishte sheik, ishte nga një familje shumë e pasur nga Arabia, shkon për pushime në Damask dhe sapo arrin në aeroport merr një taksi dhe mas i shpjegojnë arsyet e vizitës së tyre në Damask, taksixhiu i fron vetveten, i thot po doni mund t'ju bëj një guid shumë të bukur të qytetit të Damaskut. Dhe ata pranuan dhe ai mbasi lan bagazhet, i nxori nëpër qytet dhe i shëtiti në vendet më turistike, më të bukura, më të vizituara të Damaskut. Por shikonte që prap çifti duke i pakënaqur dhe i mërzitur i thotë, më falni, i thotë, po nuk mbetet të kënaqur, thotë, mbas gjithë këtyre vizitave që u bëra, ju tregova pjesën më të bukura të qytetit e kështu me radhë. Jo, tha, nuk ka të bëjë me këtë, tha, ne u kënaqëm shumë, qyteti është shumë i bukur e kështu me radhë, por ne kemi një problem. Çfarë problemi, thotë ai? Po ja, kemi disa vjet martuar dhe bashkëshortja nuk po lind fëmijë, thotë. Dhe kjo përbën një mërzitje për neve. Familjarët, njerëzit e dashur më thonë, lëre gruan, merr një grua tjetër, je i ri, do bësh fëmijë me gra të tjera, mos e mërzit, po jo, tha, unë nuk mund ta ndaj gruan sepse unë e dua shumë, jemi shumë të lidhur. Dhe kjo na përbën një breng dhe një mërzitje të dyve. Atëherë, taksixhiu u kujtua për një diçka dhe i thot, ne kemi këtu në Siri një manastir të krishterëve që e nderojnë shumë, edhe shkojnë përveç krishterëve, shkojnë dhe myslimanë, i thot, dhe quhet manastiri zonjës Sajdana, pra e zonjës Virgjëresh, pra zonjës Shën Mari. Dhe aty bëhen shumë çuditëra, kam dëgjuar nga shumë njerëz që shkojnë atje dhe i zgjidhin problemet që kanë, madje edhe gratë që nuk lindin fëmijë, me lutjet që bëjnë atje tek ky manastiri, ndezin qiri dhe ndodh mrekullia. I thotë ky, nëse kjo që më thua është e vërteta, unë do të bëj një peshqesh shumë të madh. Dhe me shumë gëzim taksixhiu i çojnë në manastir, ata bën ato çfarë i thanë murgeshat e manastirit, u lyen me vajin e shenjtë nga ikona e Shënmërisë dhe u kthyen me shpresë në qytetin e tyre, me qëllim që duke pritur pra që ndodhte mrekullia, vërtet mrekullia ndodhi, zonja Shënmëri i bekoi dhe ata brenda vitit u bën me një djalë. Gëzimi ishte i papërshkruar për çiftin e ri, për familjarët e tyre kështu me radhë, dhe ai merr në telefon taksixhiun në Damask dhe i thotë, zotëri, thotë, të falenderoj shumë, thotë, për atë nderin e madh që më bëri që më çove në manastir. Unë jam shumë i lumtur, gruaja ime u bë me fëmijë, u bë me djalë, dhe unë kam vendosur të jap një shpërblim shumë të madh. Kam vendosur nga $100,000 që kam taksur për këtë punë, $90,000 do jap manastirit, $10,000 do t'i jap ty si një falënderim për këtë mirësi të madhe që më ke bërë. E njoftoi për datën e mbërritjes në Damask dhe taksixhiu shkoi që ta merrte, po në atë moment u tundua nga satanaj, nga një sasi aq e madhe parash, dollarësh që kishte me vete sheiku, dhe mendoi që të bënte një gjë të keqe shumë të madhe. Merr dhe një dy shokët e vet rrugës, kur shkuan u nisën pra për në manastirin e zonjës Shën Mari, dhe rrugës nuk mbërritën në manastir, devijuan nga rruga, shkuan në një rrugë qorre dhe aty ai i habitur i thot, po pse jemi këtu, çfarë? Po ja, tha, ato paratë tua të shumta na e prishin mendjen, tha, dhe ju hodhën të tre sipër dhe e vran. Nga frika se mos, kush e di, ai personi mund të ngjallej prap, i pren kokën, duart, këmbët, e bën copa dhe e futën në një thes. E futën brenda në bagazh dhe po mendonin tani ku ta çonin, edhe u nisën në makinë dhe po ecin dhe rrugës po mendonin tani si ti ndanin dhe paratë që kishin marrë, se ishin shumë para. Rrugës prishet makina, rrugës për Damask. Dhe ndalojnë, hapin krahët, por përpiqen që ta rregullojnë, nuk e rregullonin dot. Ndalon një taksixhi dhe i thot, si një solidaritet njerëzor, dhe i thot, më fal vëlla, thot, ke nevojë për ndihmë, thot, do të ndihmoj. Ma i tha, jo, s'kemi nevojë, tha ata njerëz të tjerë se kishin frikë se mos zbulohet çka krimi kishin bërë. Dhe ai duke u larguar, pa që nga bagazhi poshtë pikonin pika gjaku. U shqetësua, u tremb dhe sapo u largua, mori telefon policinë dhe njoftoi që kështu në filan vend
pash disa njerëz të dyshuar, mendoj se është një skemë krimi dhe menjëherë policia erdhi dhe rrethoi vendin. I thot atyre çfarë problemi keni? Nuk kemi asnjë lloj problemi, po pse keni ndaluar? Jo, po makina ka defekt shumë radhë, mirë, thot hape pak bagazhin. Ata u detyruan sepse ishte rrethuar vendi me policë, u detyruan dhe hapën bagazhin. Çfarë ke këtu brenda? Prap nuk donin tregonin. Atëherë policia hapi atë thesin dhe nga thesi del ai burri arab pra që ishte therrur, deli gjallë dhe taksixhiu dhe ata dy tjerë nuk po i besonin syve që si ka mundësi që ai ishte gjallë, sepse ata mbanin mend që kishin prerë dhe kokën. Dhe kur policia po bënte hetuesin, pra po pyeste çfarë kishte ndodhur, ai pra arabi i therrur, pra i masakruar me kokë të prerë, i tregon që në momentin që ju po hapnin bagazhin, zonja Sajdanatha po më bënte qepjet e fundit unë në qafta dhe i tregonte vendin e qepur. Pra koka ishte komplet e prerë dhe ai tregonte vendin se si zonja Shënmëri i kishte qepur kokën, i kishte qepur të gjithë gjymtyrët e trupit dhe e kishte ngjallur prap dhe kishte kthyer në jetën normale. Taksixhiu dhe dy shtokët e tij u çmendën nga ajo që pan, edhe nga mëkati i madh që kishin bërë dhe përfunduan në psikiatri. Ngjarja bëri shumë bujë në të gjithë mediat e Sirisë, po edhe të Arabisë, kur ai u kthye, se të gjithë donin dëshminë se çfarë kishte ndodhur, duke ngjarje duke surreale dhe e pabesueshme. Dhe ai tregonte me detaje se çfarë kishte ndodhur dhe në fund gazetari e pyet: "Me gjithë këto eksperiencë që ke kaluar, mos duhet të besojmë që ti tani do vendosësh të konvertohesh bëhesh i krishter?" Unë tha jam i hapur të të besoj këtë mrekulli shumë madhe që ka ndodhur, por se që ndodhur konkretisht në jetën time nuk mund të them këtë moment, por jam i hapur që të besoj në të vërtetën në atë që mua më dha jetën për së dyti. Dhe ata që e kanë njohur personin, tregojnë që ai nga presioni i madh nuk mund të jetonte dot në Arabi, aty ku jeton me familjarët e vet, dhe largohet dhe shkon diku jashtë shtetit dhe fshihet dhe konvertohet, bëhet i krishter, sepse nuk mund të mos besonte ato që kishte parë me sytë e tij, mrekullinë e jashtëzakonshme që kishte bërë Shënmëria dhe se si e kishte ngjallur prej së vdekurësh. Mrekullira të tilla që i kemi dëgjuar dhe i dëgjojmë çdo ditë nuk janë historira apo prralla, janë mrekullira të vërteta që Zoti Krisht, Zonja Shënmëria dhe shenjtorët bëjnë madje edhe ditët tona, ditët e sotshme, në ditët e apostazisë së madhe që njerëzit janë kaq shumë të larguar nga Perëndia dhe prap Zoti bën mrekulli pafund tek të gjithë njerëzit, të gjithë ata që e kërkojnë, madje edhe ata që luten rastësisht e ndezin qiri, edhe ata i ndihmon, por Zoti në të vërtetë dhe Shënmëria nuk do thjesht as paratë që ne hedhin kish dhe as qirinj, po do zemrat tona. Zemrat tona duhet kthehen tek Zoti, zemrat tona duhet besojnë, duhet pendohen dhe të vinë përsëri në gjirin e kishit dhe të adhurojnë ashtu siç na takon si të krishterë ortodoks gjithë ditët e jetës sonë, me qëllim që ta mbarojmë mirë të jetë si të krishterë dhe kur të shkojmë në jetën tjetër të mund të shkojmë në jetën e pasosur. Amin. Gëzuar për shumë vjet festën e Shënmërisë.